Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ditët e zakonshme rrallë ndodhin pa emocione të forta. Por atë mëngjes, një lajm i papritur për Labinotin shokoi të gjithë. Ai kishte marrë vesh për ndarjen nga jeta të bacës së tij gjysh, një figurë që kishte qenë gjithmonë mbështetja e tij, një udhërrëfyes i heshtur, por i sigurt në çdo hap të jetës së tij. Menjëherë, produksioni dhe banorët e tjerë e informuan me kujdes. Në një situatë ku emocionet ishin të papërmbajtshme, ata vendosën të organizojnë një moment të veçantë respekti brenda shtëpisë. Të gjithë banorët u grumbulluan, duke kuptuar rëndësinë e asaj që po ndodhte. Në qendër ishte Labinoti, i cili qëndronte i heshtur, por me sytë e skuqur dhe dorën e vendosur mbi zemër. Ai nuk fliste, por çdo lëvizje e trupit të tij tregonte dhimbje dhe respekt. Kur u bë njoftimi për ceremoninë, ai u ngrit ngadalë dhe u drejtua drejt dhomës ku do të mbahej një moment simbolik për gjyshin. Të gjithë banorët ndoqën me kujdes, disa duke u mbajtur dorë për dorë, disa duke rrëshitur heshtjen mbi fytyrë, por të gjithë me sy të lagur nga emocioni. Labinoti ecëni ngadalë, me dorën e majtë mbi zemër. Në atë çast, çdo hap ishte një kujtesë për vitet e kaluara me gjyshin, për zërin e tij të ngrohtë që gjithmonë i thoshte: "Mos u nxe, djalë, çdo gjë vjen në kohën e vet." Për duart e forta që mbanin gjithçka të qetë dhe për praninë që e bëri Labinotin të ndihej i mbrojtur. Kur u vendos arkivoli simbolik përpara tyre, heshtja mbushi dhomën. Askush nuk foli. Të gjithë kuptonin se fjala e vetme që kishte vlerë ishte respekti i sinqert. Labinoti ju afrua arkivolit dhe vendosi dorën mbi të, si për të shprehur një falënderim të heshtur dhe një lamtumir që nuk mund të thuheshin me fjalë. Banorët u rreshtuan pas tij, duke bërë një rreth të ngushtë. Disa i vendosën dorën mbi zemër, të tjerët bën një përkulje të lehtë. Alba, e cila e njihte Labinotin si njeri të ndjeshëm, qëndronte pranë tij, pa folur. Duke ndjerë dhimbjen e tij dhe duke e mbështetur në heshtje, "Është momenti që i përkas gjyshit tim", mendoi Labinoti ndërsa i ndiqte syt çdo detaj, arkivoli, lule, heshtja dhe çdo vështrim i ngulitur mbi të. Ai ndjeu se çdo banor po ndante pjesën e tij të respektit, por pa marrë vendin e asaj që ishte e tij, dhimbjen e tij personale. Gjatë ceremonisë, Labinoti kujtoi momentet e fëmijërisë me gjyshin. Si e mësoi të ecë, të qëndrojë i fortë, si e mbajti pranë kur ndodhnin sfida të vogla dhe të mëdha. Çdo kujtim ishte i ngjeshur me emocione. Ai e vendosi dorën mbi zemër, një gjest i vogël por i fuqishëm, një mënyrë për të thënë: "Të respektoj. Të dua. Nuk do të harroj kurrë." Banorët e tjerë qëndruan në heshtje. Askush nuk foli, por atmosfera ishte e ngarkuar me respekt dhe dashuri. Disa lëviznin dorën mbi zemër, disa shikonin drejt qiellit, por të gjithë ndjenin peshën e momentit. Një ndjenjë e përbashkët që i bëri të gjithë të ndihen më pranë njëri tjetrit. Pas disa minutash heshtje, produksioni dha një shenjë se momenti simbolik po përfundonte. Labinoti u largua ngadalë, por dorën e mbajti gjithmonë mbi zemër. Ai ndjeu se ndonë se humbja ishte e madhe, prania e banorëve dhe respekti i tyre i sinqert e ndihmoi të përballonte dhimbjen. Dita vazhdoi. Por Labinoti mbeti i ndryshëm. Çdo hap që bënte ishte i kujdesshëm, çdo fjalë kishte një peshë më të madhe. Ai ndjeu se humbja e gjyshit e kishte bërë më të ndjeshëm dhe më të vetëdijshëm për rëndësinë e respektit dhe dashurisë mes njerëzve. Banorët e tjerë e pan këtë ndryshim. Ata kuptuan se momentet e vështira mund të shërbejnë si mësim dhe si mundësi për të krijuar lidhje më të forta. Alba, që kishte qëndruar pranë limit dhe Labinotit gjatë gjithë ditës, ndjeu se ky moment kishte treguar një dimension të ri të bashkëjetesës, respekti, empatia dhe ndjenja e përbashkët e dhimbjes. Labinoti e përfundoi ditën duke menduar për gjyshin e tij. Në zemër mbante çdo kujtim, çdo fjalë, çdo buzëqeshje. Dhe ndonë se ai nuk ishte më fizikisht aty, Labinoti ndjeu praninë e tij në çdo moment, duke e udhëhequr përmes sfidave të lojës dhe jetës. Në Big Brother Kosova, ky moment i respektit të heshtur u bë një nga ato që do të kujtoheshin gjallë. Sepse nuk ishte vetëm një humbje, ishte një mësim i madh për të gjithë banorët mbi dashurinë, kujdesin dhe respektin që duhet të ruhet gjithmonë, edhe në një shtëpi ku emocionet shpesh shpërthejnë pa paralajmërim.